Depresioni është më keq se sa të ndihesh i trishtuar, është pjesa ku ndikon në çdo aspekt të jetës tënde. Pra, mënyrën se si shpreheni, si mendoni, si e shikoni botën dhe se si ndjeheni fizikisht. Dhe jap 5 simptomat e depresionit në këndvështrimin shkencor dhe atë spiritual. 1. Humbja e interesit dhe e kënaqësisë. Pra janë dy shkaqet kryesore të cilat na mbyllin nga bota e jashtme. Dhe njerëzit që janë të prekur nga depresioni fillestar fillojnë që bisedat me miqt, muzika, ushqimi, vendet e preferuara të duken pa jetë dhe mos t'i argëtojnë më. Spiritualisht kjo quhet simpirje e emocioneve, gjithashtu largimi nga burimi i jetës, ku njeriu ndihet i mpir emocionalisht dhe nuk arrin të shikojë ngjyrat e realitetit që po jeton. 2. Lodhje kronike dhe mungesa e energjisë. Edhe pas një gjumi të gjatë njeriu ndihet i lodhur, i raskapitur. Çdo veprim i vogël, siç është ngritja nga krevati apo larja e dhëmbëve, kërkon një energji titanike për të vazhduar ditën. Në nivelin energjetik, kjo konsiderohet si bllokimi i rrjedhjes së energjisë vitale, ku trupi fiket sepse është i mbingarkuar me peshën emocionale. 3. Kur ti ndihesh i pavlerë dhe fajson veten. Në këtë rast, mendja bëhet kritiku më i madh dhe fillon të fajsojë për gabimet e së shkuarës dhe të mbyll në vetmin tënde që ti të ndihesh faje, të ndihesh i pavlerë dhe i ndar nga bukuria e njerëzve që të rrethojnë. Ndryshimi në gjumë dhe në oreks. Kjo është pika 4 ku duhet të ndalem, sepse depresioni prek ritmin biologjik dhe duke prekur këtë pjesë, disa persona mbi ushqehen ose duan të flenë shumë, ndërsa disa të tjerë nuk kanë oreks dhe nuk flenë dot. Dhe kjo tregon një humbje të ekuilibrit midis trupit dhe mendjes. 5. Vështirësi për të përqendruar dhe vendosur. Në këtë rast, mendja ndjehet si e mbuluar nga një mjegull e errët, ku ti nuk përqendrohesh dot. Edhe bisedat më të thjeshta me miqt, me njerëzit që të rrethojnë, apo të lexosh një libër, të duket shumë e pamundur dhe don një sforcim të fortë të përqendrimit. Nga ana spirituale, kjo ndodh sepse mendja është e drejtuar nga brenda dhe kërkon që ti të heqësh dorë nga lufta e brendshme. Pra ti ke krijuar një luftë me mendimet e errta dhe ke hequr dorë nga momenti i tanishëm. Në këndvështrimin spiritual, depresioni është një thirrje për të kthyer më thellë tek vetja jote dhe për ta dashur çdo moment të jetës tënde. Ndonjëherë, shpirti ka nevojë që të heqë dorë nga bota jashtme për të kthyer tek vetja dhe për të shëruar ato plagë që dikur i ka injoruar. Ndryshe nga ankthi, i cili të mban në gatishmëri, depresioni tenton të izolojë. Nëse ti apo dikush që ti e njeh po kalon këtë fazë, hapi i parë drejt shërimit është pranimi dhe të punosh fort me një profesionist, të kthehesh tek bota jote e brendshme, ta duash veten në çdo qelisë dhe të rinisësh jetën vitale dhe energjinë për ty.